Në grupet të ndara u zhvilluan 3 panele diskutimi mbi tema të ndryshme, ku pjesëmarrësit patën mundësinë të ndanin përvoja, të bënin pyetje dhe të merrnin këshilla praktike nga ekspertët. Tema që u diskutua në panelin e parë ishte varësia, përdorimi i substancave dhe reduktimi i dëmeve. Ky panel u moderua nga Freskida Miloti dhe në të morën pjesë Kadri Bytyqi, kryetari i Odës së Farmacisëve të Kosovës, Roland Shuperka, specialist i shëndetit publik nga Shqipëria, Luan Përçuku, kardiolog dhe Rita Parashumti, specialiste e mjekësisë preventive dhe holistike. Një rol të rëndësishëm dhe qendror e ka farmacisti. E them këtë sepse mendoj, siç e kam thënë më parë, farmacisti është hallka e fundit të shërbimit qytetëror, për njëkohësisht është edhe dera e parë e qasjes së qytetarit. Pra, është i vetmi profesion që në këtë rast është multidimensional dhe multifunksional. Rolin e ka farmacistit të madh, duke filluar nga këshillimi kundrejt pacientit apo qytetarit të cilit e ka para vetes me një recetë, sa i përket përdorimit të atyre substancave të përshkruara nga mjeku, pastaj krijimi i ndërgjegjësimit të ata, por edhe bashkëpunimi me palët të tjera të shërbimit qendror, në këtë rast mjekët, por edhe Instituti i Shëndetit Publik dhe instancat të tjera. Varësia është një përpjekje për me përmbush boshllëqe emocionale në nivelin psikik, ndërsa në nivelin e trupit është dështimi mekanizmave natyrore të shpërblimit. Kjo do me thonë që në një pikë dikur nuk mundemi me u kënaq mo me resursin natyral të shpërblimit që... Lajm shumë i mirë që dëgjova nga përfaqësuesja e nderuar e Ministrisë së Shëndetësisë të Kosovës, që deklaroi për ngritjen e qendrës së trajtimit të varësisë. Dhe ky është një lajm shumë i mirë që vetë Ministria e Shëndetësisë e trajton si një sëmundje kronike. Mbasi në praktik, varësia trajtohet, konsiderohet midis të ndërmjetës, midis sëmundjes kronike dhe asaj që quhet sjellje devijante.